Me rritjen e temperaturave dhe nisjen e sezonit të pushimeve, mjekët dermatolog apelojnë për kujdes të shtuar ndaj ekspozimit në diell, duke theksuar rëndësinë e mbrojtjes së lëkurës gjatë frekuentimit të plazheve dhe pishinave. Mjekja dermatologe Monika Fida këshillon që plazhet dhe pishinat të frekuentohen në orët e para të mëngjesit, ku rrezatimi ultraviolet është më i ulët. Frekuentimi i plazheve dhe pishinave është periudhën më të lartë të mundshme. Mesazhi që ne si mjek dermatolog japim është që ne duhet frekuentojmë plazhet dhe pishinat në orët e para të mëngjesit, ku ekspozimi në rrezatimin ultraviolet është më i vogël. Por dhe ky ekspozim është i dëmshëm për lëkurën dhe ne duhet jemi gjithmonë të mbrojtur me kremra ose solucionet të blera në farmaci me faktor të lartë të mbrojtës. Dhe faktori mbrojtës duhet të jetë 30 deri në 50+. Nga ana tjetër, rekomandohet veshja e bluzave të lehta në ngjyra të çelta, kapele dhe syze për të realizuar një mbrojtje sa më të lartë. Sipas mjekës, moshat pediatrike, personat që kanë lëkurë të qelur, flok bjond janë më të rrezikuar për të patur dëmtime të lëkurës më të larta nga rrezatimi ultraviolet. Një këshill tjetër e rëndësishme lidhet me kontrollin e nishaneve dhe lesioneve të dyshimta në lëkurë përpara nisjes së sezonit të plazhit. Personat që janë më të riskuar për të djegur nga dielli janë moshat pediatrike, personat që kanë lëkurë të çelur flok bjond dhe këto janë më të riskuar për të patur dëmtime në lëkurë më të larta nga rrezatimi ultraviolet. Referuar ekspozimit përpara se të shkojmë në plazh, pra nxirjeve artificiale nëpërmjet makinerive artificiale ose solarëve, është një gabim shumë i madh. Kjo do thotë që nuk rekomandohet që ne të nxihemi paraprakisht në këto makineri dhe pastaj të frekuentojmë plazhet dhe pishinat. Mesazh tjetër shumë i rëndësishëm është që të kontrollojmë nishanet dhe lesionet e dyshimta në lëkurë përpara frekuentimit të plazheve dhe pishinave. Pra, t'i drejtohemi mjekëve dermatolog për të bërë një kontroll të lëkurës tonë përpara se të frekuentojmë plazhet dhe pishinat. Në këtë mënyrë, ne mund të detektojmë sa më herët kancerin e lëkurës ose melanomën dhe nuk riskojmë jetën tonë ose të familjarëve tanë.